nëse një familje ka një vështirësi ekonomike, po është në minimumin jetik ose është pak më tepër se minimumi jetik, pavarësisht se në Shqipëri përgjithsisht nuk kemi një minimum jetik të ligjëruar, po themi me shifër të menaxhuar nga qeveria, të mund të kemi shyrjen e pagesës theksimit deri në momentin e dhurimit, trashëgimisë apo shitjes. Kjo është një gjë që mund ta bëjmë më mirë projekt ligji në çështjen e drejtimit dhe drejtimi tjetër është që bazohet dhe kërkohet me ngurë në projekt ligj përjashtimi i infrastrukturave hoteleri, resorte me 4-5 yje me brende ndërkombëtare. Mendoj që këtu mund të bëhet më mirë duke përfshirë standardin 4-5 yje për të gjithë infrastrukturën Shqipëri, pavarësisht nëse ke një emër ndërkombëtar apo një emër lokal, dhe mund të kemi, duhet të kemi normalisht komponentë të cilë kanë të bëjnë me kontributin në ekonomi, me vendet e punës, me jetëgjatësinë e gjithë projektit, pra ka disa elemente që mund të shohen, jo vetëm thjesht një emër ndërkombëtar, edhe ne të përjashtojmë nga taksat për 10 vite. Dhe në projekt ligj, në çështjen e drejtësisë, në të njëjtën kohë do duhet të ketë një afat. Pra deri në çfarë viti ne do të vazhdojmë me këtë përqafje, që do të përjashtojmë infrastrukturat ka nga